Në rastin konkret, qytetarit i mundson kjo marrëveshje bashkimin e periudhave kontributive. 16 vite në Shqipëri dhe 12 vite në Itali. Bashkimi i këtyre dy periudhave do thotë që ky qytetar ka tashmë 28 vite kontributive. Dhe duke qenë se ai e plotson me marrëveshjen numrin 28 vite kontributive, që nuk kuptohen janë më shumë se 20 vite kontributive që kërkon ligji italian për të qenë përfitues i një pensioni, atëherë ky qytetar kur të mbushë moshën 67 vjeç ka të drejtë që të aplikojë pranë INPS-it në Itali që të jetë përfitues i një pensioni edhe në Itali. Nëse nuk do kishte një marrëveshje, qytetari edhe nëse do mbushte moshën 67 vjeç, ai nuk mund përfitonte pension për 12 vitet e tij kontributive për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ai nuk plotësonte kriterin minimal që është 20 vite kontributive. Rastin e dytë, në këtë rast kemi të bëjmë një qytetar i cili ka 25 vite kontributive në Itali dhe 20 vite kontributive në Shqipëri. Ky qytetar në këtë rast është përfitues i një pensioni si në Itali edhe në Shqipëri. Në rastin konkret qytetari thotë, a unë përfitoj nga marrëveshja? Në rastet kur kemi të bëjmë me qytetarë të cilët janë në pension, këta qytetarë nuk janë përfitues nga marrëveshja, sepse ato tashmë e gëzojnë një pension si në Itali edhe në Shqipëri. Por nëse do kishim rastin që ky qytetar nuk ka dalë ende në pension, edhe pse ka 25 vite kontributive në Itali dhe 20 vite në Shqipëri, pra është ende pa dalë në pension, ky qytetar në këtë rast është përfitues si në Itali edhe në Shqipëri i një pensioni, sepse edhe nëse nuk do ishte marrëveshja, ky qytetar i plotësonte të dyja kriteret, edhe 15 vite kontributive minimale në Shqipëri, edhe 20 vite kontributive minimale në Itali. Por çfarë i mundson shtesë marrëveshja këtij qytetari? Qytetari i marrëveshja e mundson sepse bashkimi i këtyre dy periudhave mund ta ndihmojë këtë qytetar që të dalë në pension para kohe, sepse ai në këtë rast e ka realizuar kriterin që kërkon ligji italian që të dalësh në pension para kohshëm. Për burrat duhet 60 të ketë mbushur 42 vite e 10 muaj kontribute. Në këtë rast qytetari përfiton për të dalë në pension të parakohshëm.